jemi duke shku të ekstremorja për qenë, sot po japim qenin me numër 1000 në adaptim. Një rezultat kë bukur i madh, i arritur prej 11 shtatorit kur e kemi funksionalizu qendrën tonë dhe ekstremorën tonë, do të thotë po japim qenin e 1000 në adaptim. Mirë, një pyetje se pati një njoftim që ka pasur intensifikim të kapjes së qenve, apo para një javë, 2, a ka pas do të një aksion të ri, si është gjendja momentalisht? Jo, gjendja momentalisht është që ne po vazhdojmë me dinamikën e njëjtë, dikun 40 deri 50 qenë po i kapim brenda javës. Ne patëm iniciuar një procedurë tenderimi për ta krijuar një ekip të dytë të kapsëve të qenëve, fatkeqësisht na dështoi sepse nuk pati asnjë operator ekonomik të interesuar. Tani e kemi ripërsëritur këtë procedurë tenderimi dhe po pretendojmë që mas krijimit edhe të një ekipe tjetër, pastaj të kemi mundësi që me 2 ekipe të arrisim numrin e 100 brenda javës. Sepse synimi ynë është gjatë këtij sezonit prej prillit e deri ka shtatori, kur edhe kushtet klimatike janë më të përshtatshme, dita është më e gjatë dhe ka mundësi me u punu më tepër në këtë drejtim, të kemi edhe një numër tepër më të madh të qenëve të kapur pastaj. Pra nuk është që ka pasur ndonjë intensifikim, ju jeni duke provuar që të bëni në të ardhmen intensifikimin, apo? Jo, po them ne sot jemi krenar që e kemi mbri me kap dhe me e trajtuar me dhe në adaptim qenin e 1000, do thotë 1000 qenë brenda kësaj periudhe 9 mujore nuk është një rezultat i cili nuk duhet të çmohet. Mirë po them ne po duam edhe kështu ka qenë edhe planifikuar që të arrisim intensitetin nga 40 deri 50 qenë në javë, që po i kapëm që ndoshta të arrisim mundësinë 100 qenë brenda javë, kështu që ta shtojmë këtë intensitet të kapjes së qenëve. Po vret dukshëm tani për tani, do të thotë pavarësisht që kemi akoma qenë në kryeqytet, i kemi 1000 qenë më pak, dhe kjo nuk është pak. Është një rezultat bukur i mirë. Mirë, uroj që të vazhdoj kështu, po më në ky ritëm, edhe të intensifikohet. Para se të kaloj tek çështja për cilën jam bombarduar edhe unë me pyetje, një pyetje, e keni bërë kontratën për ndryshimin publik, ka kompani tashmë se edhe këtu kam shumë pyetje për shumë rrugë në kodrat e trimave, gjithandej realisht për çështjet e ndryshimit publik. Fati joni keq është jo, ajo kontrata akoma nuk është mbrit, kështu rastësisht tash është veç rastësi që sot jam interesuar me mëngjes për këtë kontratë, disi po presim mos po ndodh gjatë kësaj jave, është procedurë e cila akoma vazhdon të mbetet në OSHP. Zakonisht e dim të gjithë që këto procedura po zgjaten, po stërgjaten, po marrin tepër kohë, me të vërtetë është një gjendje tepër shqetësuese. Ne kemi mbetë pagë asaj kontrate dhe nuk kemi në mundësi të lëvizim në asnjë drejtim tjetër, sepse opcia nuk është që të bën 2 kontrata për të njëjtin aktivitet. Mirë po një e them me shumë përgjegjësi që është kontrata më e mirë që ka pasur Prishtina deri më tani në momentin kur ajo të nënshkruhet, sepse parashef siç e kam potencuar dhe herave tjera ndrrimin e më shumë se 18000 poçave elektrik të dëmtuar dhe që janë në kryeqytet, po edhe përmirësimin dhe ndrrimin e shumë shtyllave elektrike të cilat janë të dëmtuara. Pastaj do ketë edhe një qendër monitorimi, kështu që çdo defekt kudo qoftë ai mund të paraqitet, evidentohet me njëherë në qendrën e monitorimit dhe intervenimi është shumë i shpejt. E njëkohësisht ka edhe një mirëmbajtje afatgjate, do të thotë nuk e kemi më problem që duhet çdo vit të tenderojmë për kompani që bën mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, sepse kjo do jetë e tëra një paket e kësaj kontrate që jemi në pritje që një kohë gjatë që të realizohet. Dhe përfundimisht me këtë kontratë Prishtinën do e kemi më të ndryshuar se kur do herë deri më tani. Dhe ju po thoni që mund gjasat janë që të bëhet këtë javë, apo ka ende afate shtesë të ankesave që mund të avon? Jo, kjo pastaj e merr formën e prerë, sepse vendimi është merr formën e prerë, kështu që po them krejt ka qenë dorën tonë iniciimi procedurës, shtyria e procedurës deri në atë sa ka qenë kompetenca jona edhe si drejtori shërbim publike, po edhe e sektorit prokurimit është bërë, natyrisht me momentin kur kemi një ankimim, landa shkon në OSHP dhe pastaj është çështje ekspertit vlerësues. Eksperti vlerësues ka vlerësuar në dobi të komunës Prishtinës, kështu që presa që ta kemi një verdikt final të OSHP-s në dobi të interesit të qytetarëve në rend të parë, po edhe të komunës Prishtinës është tepër i lartë. Mirë, po kalojmë tek çështja me më shumë të pyetje. Ku ta paguajmë faturën, drejtor, të mbeturinave? Po ne kam thonë disa herë që me të vërtetë jemi në një situatë kur qytetarit i mbetet me zgjedh vetë, sepse tani për tani ndërmarrja pastrimi po thirret në plotësim ndryshimin e rregullores e cila është bërë,
dhe asambleja komunale, ndërsa ne si komunë në bazë të një opinioni që e kemi nga zyra ligjore, po themi që në momentin kur ne i jemi adresuar gjykatës kushtetuese me një ankesë për një çështje apo një konflikt administrativ i cili ka të bëjë me një akt nënligjor siç është rregulloria, ai vendimi i asamblesë komunale trajtohet i pezulluar dhe vlen rregulloria e cila ka qenë fuqi para plotësim ndryshimit të kësaj rregullore. Mirë, po ne kam thënë edhe disa herë, qytetari mund të vendosë për formën se si ai don ta paguajë, ndërsa mbetet që pastaj varësisht se cili do jetë verdikti final i gjykatës kushtetuese, që ne me ndërmarrjen pastrimi ja kompenzojmë njëra tjetrën, pavarësisht cili e fiton kontestin, ndërsa qytetarët nuk do penalizohen në asnjë formë. Nëse dikush e ka paguar në ndërmarrjen pastrimi, atëherë natyrisht që ne do kompenzojmë në ndërmarrjen pastrimi apo anasjeltas, mirë po qytetari duhet jetë i paprekshëm këtë drejtim, me rëndësi është që ai ta ketë paguar tek njëri apo tek tjetri, ndërsa këto çështje mbeten pastaj çështje që do rregullohen mes komunës dhe ndërmarrjes pastrimi. Por momentalisht, pra, nëse paguan tek ju, nuk mund të psoj nga pastrimi dhe anasjeltas. Jo, absolut nuk mund të psoj nga pastrimi, absolut, sepse nëse po them verdikti i gjykatës kushtetuese do jetë në favor të ndërmarrjes pastrimi, e që unë nuk e besoj fare, atëherë natyrisht që gjitha ato pagesat që janë bërë nga janari viti 2025, ne do ja kompenzojmë ndërmarrjes pastrimi dhe presim që të ndodhë dhe anasjeltas nëse verdikti final i gjykatës kushtetuese është në të drejtën e komunës, atëherë presim që ndërmarrja pastrimi ato mjete që i ka inkasuar ti kaloj pastaj në komunë dhe të paguhet nga komuna pastaj për shërbimin e kryer. Mirë, faleminderit shumë drejtor, do të flasim herave tjera për çështje të tjera.